process all the Kush janë ekspertët që Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mirë se takohemi në emisionin 104.1 në RTI. Cila është e vërteta e magjisë? Çfarë është magjia? Si shërohet apo amjekohet? Ka magji të zezë, magji të bardhë, çfarë është rukja? Cilat janë këto probleme të cilat në një farë forme shoqënia po përballet me to dhe ku mund të shërohen apo mjekohen? Do të flasim bashkë me Hoxh Ebu Bekër Ulin nga Prizreni. Hoxh, selam aleikum, i serdhe. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu, mirë se vini. Jo të gjithë i besojnë që ka magji apo ka sehr, jo të gjithë besojnë që mund të smurësh e mund të shërohesh, por ne do të mundohemi në pika të shkurta, asa kemi kohë dhe hapësirë në këtë emision. Çfarë është magjia? Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sa i përket magjisë, dietar kanë dhënë definicione të ndryshme, mirë po ne do të ndalemi tek një definicion që e ka dhënë Ibn Qudama al-Maqdisiu, që ka thënë se sihri apo magjia është një tërësi nyjesh, rrethe, fjalë që thuhet ose shkruhet. Domethënë fjalë, magjistari para se me bë magji ose fol fjalë që kuptohen kanë kuptim, ose ne nuk i kuptojmë ato përveç se magjistari që i kupton ato ose dhe i shkruan ato, apo veprime që ndikojnë drejt për drejt në trupin e të magjepsurit. Pastaj ajo ndikohet në zemrën e tij ose në mendjen e tij pa pasur kontakte direkte. Do me thënë mundet me pas kontakte prej largët. Prej se largo, do me thënë nuk është kusht me qenë afër. Pastaj ka lloje, do me thënë, prej tyre që vret, që sëmur, që ndan burin nga gruaja dhe që mbjedh urrejtje ose dashuri të sforcuar. E kjo është, do me thënë, sipas Ibn Qudamës, definicioni i magjisë. Edhe pse kemi, do me thënë, edhe definicione tjera për magjin, që kanë thënë dietarët, mirë, po na u ndalëm vetëm te ky definicion, pasi që ma merr mendje që është më përmbledhës. Nga ajo që thatë, pra magjia mund të ndajë një çift bashkëtor, magjia dhe vret, Po. dëgjova. Si është e mundur që magjia të vret? Nuk ka dyshim se me lejen e Allahut Azza wa Jall, kur t'jep leje Allah subhanahu wa ta'ala, aja mundet me bo çmos. Përndryshe, magjia nuk mundet me bo asgjë pa qenë leje Allahut subhanahu wa ta'ala, kur donë Allahu me sprovu njeriu. Pse? Allahu i madhëruar ka thonë, wa ma hum bidarrina illa bi idhnillah, ata nuk mund me ju bë dëm juve pa lejen e Zotit. Do me thonë, me lejen e Zotit, ata mundën me bë çmos. Kur ndalet leja e Allahut, atëherë ata nuk mundën me bë, edhe nëse ti han magji ose pin magji, ata nuk mundën me të bë asgjë. Hahet magjia, pihet magjia? Po ka magji që hahet, mundën me u bë, do me thënë me u qit në ushqim, edhe personi pa ditë, edhe han magji, ose edhe pin magji. Kemi pas, do me thënë, shumë raste që ka thënë, kom shku te filanja, një afërme, edhe kom pi kafe. Edhe gjatë pirjes së kafës, kur kom pi, e kom vrejtë se diçka si me mhin trup. Magjistari kur e përgatit magjin, thamë, dhe më thonë, fjalë, flet, shkruan, mundë dhe më thonë me bo me gjako menstruacion, ose me gjërat e ndyta, edhe qëtë në kafe apo në pi aty edhe e pish. Edhe fillon dhe më thonë ajo mu aktivizu. Pra, si magji në vetë nuk pihet, por magjia bëhet në pije apo në ushqim, e pastaj ti mundesh me psu pastaj. Po, ajo do me thonë përgatitet, pastaj do me thonë tregon magjistari se ku edhe si me përdor ato. Se ne shpesher kemi ndëgju se filanja po bën magji. Magji nuk mundet me bo çdo kush. Magji duhet me mësu për me bo. S'mundet çdo kush. Nuk është le çdo kush me bo magji. Nuk ka shkollë magjisë? Apo ka shkollë magjisë? Vallai ka shkolla. Pra jo zyrtare, ndoshta po mënej mundet edhe ndoshta edhe zyrtare është. Në Francë kom dëgju,
për disa hoxhallarëve domethënë, se në Francë ka edhe janë të regjistruar një numër i madh të magjistarëve domethënë aty që mësojnë se si bëhet, si përgatitet magjia. Shpesh dëgjojmë hoxh që ka magji të bardhë, magji të zezë, sa lloj magjisë mund të jenë? Magjia krejt është e zezë. Pse? S'ka të bardhë. Nuk ka magji të bardhë. Pse? Sepse magjia janë nxin jetën njeriut. E këtë mas mirti e din ata që janë të sprovuar me magji. Ata që kanë magji, ata e din se sa është e damshme. Pse? Sepse kur zë ajo magji, për shembull, në ora 10, 11, 12, 1 natës, tërë shtëpia nuk mundet me flet. Pse? Fillon me çajt, me bërtit, nuk është e rahatshme, domethënë nëse është në gjinin femror apo mashtllor, nuk është i rahatshëm. E kështu që magjia krejt është e zezë. Pse? Sepse është duke mohuar Allah subhanahu wa ta'ala. Pra, kur e mohon Allahun, atëherë krejt bëhet zi. Krejt bëhet zi, nuk ka mundësi me qenë domethënë diçka magji e bardhë apo e zezë, edhe pse ata mundohen me i mashtru njerëzit, kinse unë e bëj magji, po bëj magji të bardhë, domethënë për të mirë. Magjin e zezë e konsiderojnë kinse për të keq. Jo, magjia është magji, edhe mundohet mas pari. Dy llojet magjisë. Nuk ka dy, magjia është një, është e zezë krejt, edhe është ajo magji që të nxjerr prej fesë Allahut. Para se me bë magji, me thënë duhet njeriu me dalë prej fesë Allah subhanahu wa ta'ala. Pra një musliman ose një musliman nuk mund të bëj magji. Jo që s'mundet, po nuk din. Duhet më mësu për me bo. Nuk është puna aty, sigur që po mendojnë disa prej njerëzve, valla unë aja bon, kjo bon, jo. Edhe muslimani bon, se muslimani mundet me konë mëkatar, mirë po është e ndalume me bo. Është e ndalume mu bo magjia, pse? Sepse kushti i parë është me mohu Allahun subhanahu wa ta'ala. Me mohu Allahun. Tash, ai gjini, apo shejtani, djalli, mundohet me t'i dhënë disa kushte ty. Nëse ti plotson ato kushtet, atëherë magjin mundesh me bo. Mirë po, prapë po themi që duhet mu mësu. E ne nuk kemi këtu domethënë që të mësojnë. Elhamdulillah dhe që nuk ka, që njerëz mos me bo. Pse? Se magjia është ajo që më thonë që të largon nga feja Allahu subhanahu wa ta'ala. Shpesh dëgjojmë që janë nda burrë dhe gru, apo gru dhe burrë nga magjia. Pra, mundet magjia me nda një çift bashkëtorë? Po, magjia mundet me nda, edhe është domethënë ky një lloj i magjisë që quhet magjia e ndarjes. Mundet me nda, saqë nëse i afrohet ajo gru burrit apo burri grus nëse i afrohet, ai e ndin veten keq, ose gruaja e ndin veten keq, e sheh burrin në fizionomi të kafshës, ose edhe nëse ka përdor parfum më të mirë, mundet të më thënë era, aroma, parfumit më duke keqe, saqë vetëm më u largu, do më thënë ajo prej burrit të saj. E kjo është do më thënë qëdhimi edhe i shejtanit. Qëdhimi i shejtanit pse? Ka ardhur në hadith se pejgamberi s.a.s. ka thënë, shejtani ka fronin e vet mbi ujë. Edhe shkon shejtant apo njerëz ata të cilët bëjnë përçamje, thënë çka keni bë ju? Thënë i kemi nda 2 shok. Do më thënë kemi bë përçamje, ndarje. Thëtë kur gjos keni bë? Vjen tjetri dhe thot unë kom nda një burrë dhe një gru. Thot eja ti më afër meje. Pse? Se ai don me shkatru familjen. Kur shkatrohet familja, atëherë do më thënë edhe shejtant janë ma rahat. Pse? Se familja po shkatrohet, kur shkatrohet familja, atëherë edhe shoqëria prishet, e kështu e keqja do më thonë për hapet ma të madhe. Pora, mundet që njëri bashkët mi ba tjetrit magji burri grus ose gruaja burrit? Po mundën mi bo ato, mirë po, spari thamë që magjia është kufër. Mësimi i magjisë është kufër.
nëse thënë që ka do më thonë shkolla sene, mirë po do më thonë që me bo tash magji. Me zërë nuk banë, se dikush thot unë përdu me shku me bo që buri me mdasht mu, ose gruaja me mdasht mu. Jo, ne i them bën veprat mira, edhe buri ka me dasht, mirë po edhe gruaja ka me dasht. Mirë po jo me magji. Jo me magji. Me magji është sikurse një njeri i drogum. Një njeri i drogum që është, ka marrë drogë, tash e mana e droga sa e manë, mirë po kur të alëshan, thot çka po lypi këtu. Po ashtu është edhe kjo puna e magjisë. Ka magji që është me afat Po, kohor? me afat kohor, dhe më thënë sidomos magjia e dashnisë. Dhe më thënë e magjia e dashnisë, për atë arsye magjistari që e përgatit ato, thot vjen mas 6 muje. Kur bëhet 6 muj ditë, dhe më thënë vjen. Edhe kjo është me dëshminë e magjistarit i cili është pendu. Ka tregu dhe më thënë raste që ka bu magji për dashnin, mirë po i ka thënë vjen pas 6 muj dite, dhe më thënë mas 6 muj dite vjen me ripërtri atë magji. Mirë po, ajo nuk është dashni e mirë, nuk është e realitet ajo, është dhe më thënë dashni falsa. Pse se ne po me të shu ajo magji, edhe ka mundësi që edhe nuk mundet me i plotësu ato 6 muj ditë. Pse? Allahu Azza wa Jall nuk donë. Edhe ja prish Allahu subhanahu wa ta'ala atë magji, edhe dhe më thënë ajo dashni ndërpritet. A mund të me pas magji mos me lind fëmijë? Ka mundësi edhe ajo. Ka mundësi edhe magji dhe më thonë për mos me lind fëmijë, shkojnë përgatitin magji, tash mundet ai gjini mu fokusu apo me qëndru dhe më thonë në mitrën e gruas, edhe dhe më thonë çdo herë që qeliza dëshiron me depërtu aty, pengon. Mirë po si e dallojmë këtë? E dallojmë se nëse i lexojmë Kur'an, ka me pas reagime. Pastaj, nëse shkojmë te mjeku dhe kontrollohemi, analizat dalin 100%. Edhe kemi pas raste dhe më thonë që analizat i kanë bo, edhe mjekët më kanë qu dur, kanë dhënë edhe gjylpana, mjekime kanë dhënë të ndryshme, mirë po ka thënë ma, këtë gjylpan pa e japim, për herë të fundit edhe ma, nuk ke nevojë çka me lyp te mjeku. Mirë po kanë ardhë me testu, me provu, mos ka helbet e diçka do me thonë për magjis, ai pacienti ka fillu do me thonë me qajt, mu dridh, apo me pas gërvishje edhe tek mitra. E kjo është do me thonë argument se kjo person, kjo femër, me thonë është e prekun për magjis. Edhe nëse mbet 7 zona ajo, nëse mbet 7 zona, ajo mundet me ranë gjumë, pasi që të zgjohet prej gjumit, e tregon ndaj ëndër që ka pa, kinse ka ardhur një gru, edhe ja ka myt fëmin, edhe e shem mas 2 ore, 3 ore, 1 ditë, 2 ditë, mas 3 dite, vetëm e ka abortu, do më thënë atë fëmin. Po kjo është prej magjisë. Po. Shpesh dëgjojmë vëllezër apo edhe motra që po mund të martue, po më kap stresi, ankthi, depresioni, friga, a mund të jetë magjisë apo mund të ketë probleme të tjera? Ka mundësi edhe kjo më konë prej magjisë. Nuk po them gjitha rastet që janë prej magjisë. Ka përjashtime. Ka përjashtime, mirë po ka raste do me thonë që janë edhe prej magjisë. Kemi pas raste do me thonë që gjatë leximit të Kur'anit, një herë ka fillu me reagu, edhe ka treguar gjini që është dashuru do me thonë tek ajo femër, edhe nuk e lejon mu martu. Çdo rast që vjen, për shembull për martesë, për fejes, për martesë, një herë ajo refuzon. Një herë refuzon. Mirë po, duhet mi lexu një herë Kur'an, me pa a ka apo nuk ka. Se kemi raste për shembull njerëz, burrat, djemt, edhe vajzat asine, kur i kalojnë 22-3 vjet të nalt, ma vështirë kanë për me vendos. Pse? Dikon po e mashtron edhe shkollimi, pse një herë të kry shkollë, pastaj po don magjistraturën, pastaj doktoraturën, martesën e ka neglizhu, e kalon ana shkrejt. E tash kur i ka bot 30 vjet, 35 vjet, tash probleme ka për me vendos. Mirë po, ajo që është që don me mësu, mundet edhe me masi që të martohet me mësu.
Mirë po, me pa njerë, dhe me thonë, me gjetë me kriju familje, pastaj, inshallah, edhe me mësu, sa problem. Pra jo të gjithë janë të prekur për serit, apo magjis, cilat janë simptomat që një njeri mund me dyshu në vete që mund me pas sehr? Pre simptomeve janë që njeriu nëse ndëgjon ezanin, fillon ngushtim në gjoks, fillon kokdhimbje, fillon me qajt, fillon mu dridh, e huve dijen, fillon me pa, do më thonë hije. Këto janë simptomet njeriu nëse ndëgjon ezan apo lexim të Kur'anit. Apo ndoshta edhe kur ta këshillon diçka, këshill fetare, vetëm fillon mu ju ndryshu gjendja e atij personit, fillon mu skuq, fillon do më thonë frimarja mi ushtu, e kështu me radhë. Mirë po, gjatë leximit pastaj vrehet ajo, do më thonë, a ka dëbome apo nuk ka. Mirë po, nëse vetëm e teston kështu, besoj që i mjafton për me vrej, do më thonë se ky njeri është i prekun prej magjisë. Sa janë të vërteta që pra magjia mund të bëhet në vezë, në qoshe shtëpijës? Magjia bëhet çdo kund. Edhe në qëtë gotë ujë, mund është me marë ujë gjenazës, qëtë ujë gjenazës. Se ujë gjenazës për magji? Po tash ai ujë është atë ujë nuk bën me përdor më, se është i përdorur. Kështu do më thonë e lypin ata, ose prej ujit të farkatarit. Atë ujën kom fol me farkatar që thoshin se kanë ardhur me ble, po nuk ja kom shit. Ai ujë nuk është kur gjë. Është ujë që vetëm e ka ftoft hekurin. Mirë po atyve i duhet. Allahu e din mas miri për çka. Jeni ballafaqu ju ndonjëherë me ndonjë magjistar? Jo. Ja, nuk kemi ballafaqu asnjëherë. Mirë, atëherë pra folëm për më llojet e magjisë sehrit, po apo për smundjen përgjithësi, po çysh më u shërua, ka shërim këtë smundje? Spori Allahu Azza wa Jall nuk ka zbrit sëmundje përveç se ka zbrit edhe shërimin. E diti kush e diti, se diti kush se diti. Mirë po, do të me shiku me gjetë shërimin e lejuar. Ta çdo kush pretendon se është do më thonë mjekimi lejuar. Mirë po, ne do të shikojmë ato është si pas Koranit, si pas sunetit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pastaj do më thonë vendosim. Mirë po, jo çdo kush që shëron, me qenë do më thonë ai shërus. Jo, ka shërim, elhamdulillah, mirë po, duhet një farë procedurë, do më thonë, sikur çdo mjekim tjetër, se tek e fundit magjia është një lloj sëmundje. Është sëmundje që Allahu Azza wa Jall kur do me sprovu birin e Ademit e sprovon, mirë po kalon edhe shërim. Shërimi është do më thonë, mas pari mu pendu të Allahu Azza wa Jall. Mu pendu, pendimi është do më thonë numër 1, pastaj mu mbështet Allahu Azza wa Jall, me marrë do më thonë me dëgju Kur'an, me lexu Kur'an, me bë dhikr, me lexu dhikrin e mëngjesit, dhikrin e akşamit, ndoshta dikush thot, po të gjitha po i bëj. Mirë po duhet me pasë sa je i sinqerti. Nëse je i sinqert, vallahi shërohesh. Vallahi shërohesh, edhe nuk kemi dyshim të hiç. Mirë po nëse nuk jemi sinqert, nëse ne them astaghfirullah apo subhanallah, edhe me telefon luajmë, vallahi do të thonë zemra nuk është kërka hiç, as mendja nuk është kërka. E kështu që na duhet me qenë sinqert në ato që e bëjmë. Nëse lusim Allahun Azza wa Jall, ne duhet të jemi të sinqert ato do më thonë që e bëjmë. Pastaj largimi nga çdo mëkati. Largimi nga çdo mëkati. Mos shqyra është i madh, është i vogël. A është gjuna? Largoju gibetit, largoju për gojimit, bartjes së fjalëve, thashë thënia, largoju. A është mëkat? Largoju. Pastaj leximi i rukjes, sidomos leximi i surës Al-Baqara, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, mos i bëni shtëpit tuaja vareza, sepse shejtani ikën nga shtëpi në të cilën lexohet sura e Al-Baqara. Më thonë, mundohu me lexu, po nëse nuk din, atëherë spakun dëgjoje, lishoje në shtëpinë të lexohet sura e Al-Baqara. Sot elhamdulillah po kemi internet, po pagojmë internetin, atëherë lejen të lexon, në të lexohet sura e Al-Baqara që me pas do të thonë bereqet edhe më largu magjia.
Po ashtu e kemi surën El-Fatiha, Ajetul Kursin, Ajetul Kursin vetëm me dëshminë e shejtanit. E dimi rastin e Ebu Hurejrës radhiyallahu anhu kur e ka zënë Ebu Hurejra duke mbrojt, domethënë zeqatin. E zonë një herën e parë, herën e dytë, herën e tretë, tha vallahi, thot kam me qute pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Atëherë shejtani thot po të po të mësoj diçka. Tha çka? Tha para se me ra me flet, tha lexo Ajetul Kursin, do të jesh i mbrojtur prej shejtanit. Deri në mëngjes. Kur ka shkuar te pejgamberi alayhis salam, ja tregon rastin, thot të vërtetën e tha, po ai është gënjeshtar. A e dinë Abu Hurajra se që 3 net me kom po duke debatu, thot po jo ja Rasulullah, thot ai ka qenë shejtani ka ardhur me ta mësu hajrin. Pra, leximi Ajetul Kursis, leximi suratul Kul huwallahu ahad, Feleket Nasit, mëngjes në darkë ka 3 herë, para se me ra me flet, e krejt dhe me thënë, krejt kjo dhe me thënë është se si të shërohemi dhe me thënë prej magjisë. Kjo çfarë është rukje që i thonë apo ndryshe? Kjo është rukje. Rukje, leximi. Pra rukja është Kur'an. Po, leximi që i bëhet personit. Tash mundet me lexu me Kur'an, me pas ajete kuranore, mundet me pas lutje profetike që i ka lexu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ose bën edhe lutjet në gjuhën shqipe apo që kanë kuptime dhe me thonë të mira. Jo çdo sen, se na thanë fillim, magjistari dhe me thonë i thot do fjalë që kanë kuptim edhe do që nuk kanë kuptim, dhe me thonë nuk i kuptojmë. Mirë po rukja, duhet dhe me thonë mu bo, krej dhe me thonë aja që ka kuptim edhe kuptimin e mirë që e ka. A mund të dukesh me pas sihr edhe gjatë këndimit të rukjeve mos me pas ndonjë lëvizje apo simptom që me ditë që pas ka? Mundet me pas, mirë po duhet me ripërtrit 2 herë, 3 herë, me pa të me thënë që ndoshta me herën e parë nuk donë. Ose ka raste për shembull, ai gjini që është në trupin e personit, del prej trupit personit. E di se ka me shku te hoxha. Çfarë gjini? Gjini është shejtani, do me thënë, po gjint, çka është dadhimi do me thënë mes e gjinëve dhe shejtanëve. Shejtanët janë të këqij. E gjint ka do me thënë edhe të mirë, ka edhe të këqij. Ka musliman, ka krishter, ka jahudi, ka do me thënë grupacione të ndryshme. E kështu që ai gjin apo ai shejtan që është në trupin e personit, kur e di se shkon te hoxha, kur afrohet aty del prej ti edhe pret jashtë. Apo kemi raste do me thënë që gjatë leximit të Kuranit, ti i thu pse s'po del? Pse s'po del? Ai thot mini herë thot kom roja që po më ruajnë jashtë. Nëse unë nuk e kry detyrën që është duhet me kry, atëherë mbysin ata mu. Do shta dikujt tash i duket pak si prallë kjo, mirë, po ata që janë të sprovum, ata e din. Ju keni komunikuar ndonjëherë me gjin? Po kemi komunikuar edhe shumë herë. Edhe shumë herë kemi komunikuar. A shihen ata apo vetëm i dëgjohet zëri? Na nuk mundëm i pa. Unë bëj që 25 vite, 26 vite bëj rukje, mirë po kur nuk kom pa. Edhe falenderoj Allahun azza wa jalla. Ata persona që janë të sëmur, ata shohin. Ata shohin. Mundën me pa do me thënë në fizionomi të njerëzve, njeri i madh, i vogël, mundën me pa në fizionomi të kafshve, gjarpna, kemi pa raste do me thënë si gjarpën ka pa, ujqi ka pa, qenë ka pa, do me thënë, tu thonë për shumë që aty është një qenë, që aty është një gru, që aty është një burr, kanë ardhur me ushtri, atin, do me thënë atë muhabetin që po e tregon, bilem po çuditësh ti po thosh, ka erdhën gjithë këta njerëz. Do me thënë po thot një ushtri po vjen. Kredo me thënë, me bo me ndagju dikush, thot çka është u fol ky njeri. Mirë po ata që janë të prekun, ata e dinë me thënë këtë. Janë të rrezikshëm e xhenët? Po të rrezikshëm janë. Për shembull kemi dëgjuar që mund ta djegën shtëpinë, ta djegën veturën. Po mundën familje. Mundën me bo ato dhe kemi pas raste domethënë në qytetin e Prizelit që u djegë shtëpia. Domethënë në vetiu. Kur kemi shku, kemi pyet çka a ka persona të smut, jo tha veç një vajzë është asine, kur po na thot shkoni nal se po djegët, domethënë kur po shkojmë aty po djegët, ajo shtrati po djegët,
Jastoki po djegë, do më thënë, po djegën sendet, pse ajo po të regon, ajo po e din, po e shet, do më thënë ajo. Mirë po, vetëm ajo që është e prekun, ajo e din. Këta tjertë nuk mundën, ndoshta burri me gruan flen, burri dhe gruaja flen me një shtrat, mirë po, burri nuk ka kur gja, gruaja ka. Një rast prej rasteve, që bilem ajo motër, tha, hoqë tha, e kom tha kryqin, tha të vizatuar në trup. Tha nëse dosh, nëse ke dëshirë mush me pa. Jo, i thash po të besoj. Mi tregoj këtu dur t'i kishtë gërvishme. Bilem burri vetë, pa të thonë, tha ty do të me qunë shtimje. Pse tha, ke fillu mu qmend. Nuk më ka besu burri, deri sa nuk e ka pa të me thonë trupi jem, tha të u prej. Kur e ka pa të u prej burri jem, atër tha ka besu. Pra trupi mund t'a prej në gjend? Po, e prejnë trupin. Mundet me prej, mundet me dëmtu. Kush është ma i favorizuar më prejkë për magjisë? Për shembull, një pesvakli, një person që është ndoshta ma pak praktikues i fesë, apo nuk varet kjo prej. Këtu Allahu Azza wa Jall ka ndonë sprovon. Mirë po, Si mos mbrojtëse. po e thojmë diqysh me një hadith, po argumentona që pejgamberi alayhis salam ka thënë, ajo shtëpi, ajo zemër e cila nuk ka asgjë prej fjalëve të Allahut, është sikur se një shtëpi pa dyrë, pa dritare. E tash besimtari i cili fal namaz, i cili ka frikën Allahut Azza wa Jall, i cili mundohet me përmend Allahun Azza wa Jall, ai e ka një farë mburoje. Edhe ato mundet me prek. Mirë po ndoshta dëmi mundet me qenë shumë më i vogël se te ai person që nuk ka asgjë nga fjala e Allahut Azza wa Jall. E kështu që ai person që nuk ka, domethënë, asgjë prej fjalëve të Allahut, ai është domethënë një shtëpi pa dyrë, pa dritare. Edhe hajni mundet aty shumë ma lehtë me hyn. Se të ajo shtëpi që ka dyrë dritare. E kështu që edhe besimtari mundet mu sprovu, mirë po edhe jo besimtari. Po nuk ka dyshim se ai që nuk ka domethënë asgjë prej fjalëve të Allahut, nuk e përmend Allahun asnjëherë, të ajo është shumë ma lehtë me depërtu domethënë gjini. Kush duhet me bërë rukje? Me qenë se po shohim shumë njerëz që kanë nevojë, por po shkojnë, po bojnë rukje ose hajmalia. Kush dallimi mes rukjes dhe hajmalisë, dhe kush duhet me këndu rukje apo Kur'an? Rukje duhet me kënu një hoxh. Jo çdo kush. Se po shohim Kush me kanë hoxh me bërë rukje? nuk është edhe kusht, mirë po ma mirë është një hoxh, më kom, pse se sa do kudo, ai hoxha e din halalin edhe haramin. E din do me thënë dispozitat islame e din. Edhe sa do kudo ja ka frikën Allahut Azza wa Jall. Mirë po, tash jam përzi shumë. Tash do me thënë, çdo kush po bën rukje. E kjo është do me thënë për keqardhje. Jo çdo kush me bë rukje, do të me ditë me lexu Kur'an. Do të me ditë me lexu Kur'an. Jo më shumë me telefon, sikur që po ndodhin. Për shumë telefon, për telefon edhe personi mundet në shtëpinë e vet me lëshu. Ka nevojë me shkuar. Po s'ka nevojë me shku me bë harxhime, domethënë rrugë me prit. Jo, pastaj duhet me ditë me lexu. Unë i kom pa domethënë disa video që kanë postuar në për rrjete sociale, vallahi Kur'an nuk po di me lexu. Kur'an nuk po di me lexu, po si do me shëruaj ato. E kështu që duhet me pas kujdes me shku te një hoxh që ja ka frikën Allahut Azza wa Jall, që kupton çështjet e rukjes apo të sihrit që kupton. Se ka mundësi shejtani në herë vetë të urdhëron, domethënë thot, pe bëj bëne çeto dhe ti edhe unë dali. Çka me bë? Thot për shembull, sikur që kam bë një hoxh që tregon një rast, thot e kom pas një gjin, domethënë që më kanë ndihmu shumë herë, edhe më kanë ndihmu për me e gjetë magjin. Edhe një ditë prej ditëve, tha erdh një vajzë, tha duke i bërë rukje, tha kjo tha shëruhet tha me një kusht. Çfarë është ai kushti? Tha me majt kryqin. Ka thënë largohu prej me, tha se tim pas ke tradhtu deri tash. Domethënë tim pas ke mashtru, e unë nuk e kom ditë. Nuk ka nevojë me majt kryqin. Ti fale namazin, dëgjoj Kur'an, përmend Allahun ai largohet. E kështu që duhet me di domethënë se mos po bjen kurthet e shejtanit. Ose thot për shembull,
ai gjini thot, merre një pul, ose një dash, apo një kafsh, dhe me thonë, edhe shkon udh kryq edhe preje, there. Edhe çka me bu? Thot vetëm there edhe përmendet qëtë emër, edhe ty thu, valla, s'ka kur gjë këtu, po shkoj edhe në peprej, mirë po ti i bëj shirk Allahut Azza wa Jall. Kur ti bëjsh ti shirk, la ahbatan amaluk, të prishën punë. Atëherë do me thonë ti s'ki kur gjë të Allahu Azza wa Jall. Ti ki përgjithësi të Allahu, për këtë arsye duhet me konë njëri apo hoxha apo rukjegjia i dishën me thëmë për halalin edhe haramin. Çka është hemalia? Ban më mjeku me hemali? Hemalia ka disa prej dietarëve që kanë leju, po e kanë leju ato që është do me thënë vetëm Kur'an, mos i përzim gjërat. Do me thënë është e lejume si pas disave, vetëm fjalë të Kur'anit. Do me thënë, as numra, as germa mos me pas. Do me thënë, vetëm Kur'an, e shkun kulu Allahu ahad edhe eman. Disa kanë thonë që ashtu mirë, po kjo është mendimi i dopt. Ma e sakta është që nuk lejohet edhe hemalia mu majt. Pse? Sepse sa e mantja hemalin ma e kretë Kur'anin. Apo thu që është pjesë i Kur'anit po, atëherë ma e kretë Kur'anin. Puna e hemalis dhe në im është se, sikur se me shku të mjeku. Mjeku të jep recetën, ti shkruan do me thonë aty, çka duhesh me përdor, edhe ti nëse e man atë në gjep, do me thonë ti nuk shërohësh kur. Po ashtu edhe puna e hemalis. Nëse të ka thonë që ti duhesh me fal namaz, atëherë duhesh me fal namaz, do të më largu punëve të këqija, mëkateve do të më largu, me përmend Allahun, me lexu Kur'an, e kështu me radhë. A keni shumë raste që vinë tek ju për të kërkuar mjekim, pra për t'i bërë rukje, për t'i kënduar Kur'an? Ka valla raste ka sa dush. Ka raste sa dush, mirë po çdo herë bëjmë dua që mos me ardh. Wallahi bëjmë dua që mos me ardh, që mos me pas njerëzit të lashe. Kemi dëgjuar shpesh vaji i ullirit është i mirë për mjekimin e magjisë. Sa është e vërtet? Vaji i ullirit është prej degës apo prej pemës së bekume. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë hani dhe lyhuni prej saj sepse është prej pemës së bekume. E çdo sen që është e bekume, inshallah ka bereqet aty edhe ka sukses. Kështu që mirë është domethënë mu përdor ajo, mundet mu fry, me lexu Kur'an, nuk ka patjetër hoxha mi lexu. Mundesh edhe ti në shtëpinë tënde, edhe unë edhe ai tjetri, me marrë me lexu Elhamin, Ayatul Kursin, Kulu Allahun 3 herë, Kulu Dhibrabil Felekin 3 herë, Nasin 3 herë, edhe nëse ke dhimbje dikun, lexo lyje dorën edhe lyje domethënë venin ku ke dhimbje, ose e merr edhe gotën kështu me ujë. Ibn Qayyimi rahimahullah thot, kur u ankojsha diçka, e misha ujin zemzem, edhe i lexojsha Kur'an, e lexojsha Elhamin, apo dhe diçka pe Kur'anit, e pisha dhe u shërojsha. E kështu që mirë është domethënë, është i dobishëm domethënë vaji i udhirit, ose edhe vaji fara zez. Edhe pse në hadith ka ardhur fara e zez. Mirë po, nëse ka mundësi edhe vaj, edhe farë me përdor, domethënë kjo është e dobishme domethënë për çështjen e rukjes. Fëmijët a mund t'i kapë sihri magjia? Edhe fëmijët mundët mi kapë sihri magjia, po prapë po kthehemi në fillim, nëse dëshiron Allahu Azza wa Jall mi sprovu. Nëse dëshiron Allahu Azza wa Jall mi sprovu, i kap edhe fëmin, edhe kretë familjen mundën me kap. Sa kohë mund t'i duhet një personin më mjeku apo më shëru nga magjia? Apo më varet nga situata e tij apo saj? Kretë më varet prej sa donë Allahu Azza wa Jall me sprovu. Ka raste domethënë me një herë shërohet, ka raste me 100 herë prapë nuk shërohet. Pse? Se ka mundësi domethënë ata gjin që janë trupin e filanit dalin. Edhe thoj ke hoxh, thoj ke kjo gru neve kur gjo kes na ka bu. Kur gjo kanë thënë? Gjint. Tha na po dalim. Po tha si të shkojmë shtëpi, tha jo tha prap kanë me pas tjerë. Edhe për një me qysh thoj ke qashtu, se gjinve nuk bën me i besu, disa i marrin informacionet për gjinve, thushi është 100%, ka mundësi të rrenjë. Për shembull, po marrim shembull venin e sihrit. Venin e sihrit, ai thotë shko çatje është, prishe çat zip.
e prishish kur gjë s'ka. T'ka rejt, ka gëny. Mirë për shkojsh thur, për shembull çështu, është një kuti e kuqe, është një copë e vogël, një leckë është e vogël, domethënë aty është magjia. Edhe e marrësh tamam e gjen aty. Edhe kur t'ja afron frigohet. Domethënë që pas ka tregu drejt. E këtë rast domethënë ata tregojshin drejt. Thekë tha hoxh, tha na s'kena ardh, tha tash kena ardhna. Na s'jena kon këtu. Pi thon po qysh as sikon? Jo, tha ata kanë hik, tha ata janë kon dopt, ata janë frigu. Masi që keni fillu me lexu Kur'an, ata janë frigu, tha kanë hup, ata suni gjem me kërku shku janë. E tash domethënë çka po bëjnë? Tash kësaj domethënë pjari përtrin magjin. E kjo problemi më i madh. Nëse ti këne e prish, këne e ndreqin, domethënë atëherë është problem. Atëherë është problem. Për këtë arsye edhe hoxha, edhe pacienti duhen me të qenë të sinqert. Nëse jena të sinqert të dy palët, me lejen Allahut azza wa jall shërohet personi shpejt. Po nëse s'jena sinqert, vallahi atëherë kanë me hek. A mba me barukje në shpejt ose me një veturë ose dikon për shembull nëse dyshohet që ka problem apo ka seher me veturë apo ku diun në shpejt banesë. Po duhet mi bë rukje për shembull personi ku e nin veten keq. Për shembull ka raste tek nuset. Tek nuset për shembull, sidomos ato nuse që martohen në rishtas, i bojnë magji, edhe tash ajo tutet me hyn në dhomën e fjetjes, të dhoma e vet, ose të shtëpia e burrit. Si del për shtëpisë burrit, atëherë domethënë e ka mirë është. Një rast po ta tregoj vllana im, e prunin njoni vajzën e vet mi bë rukje. Edhe kur e pruni vajzën e vet mi bë rukje, i bëna rukje, pi thom që kjo vajzë nuk ka kur gjë. Jo tha ti tha s'po di shu gjë, ai thash vallahi nuk di. Vallahi thash nuk di. Ama i thash që tu bjerë cilin hoxh dush, që tu ka me thonë që s'ka kur gjë. Tha kur po shkon te shtëpia e burrit, tha ty tha po s'mund. Ai thash kjo po. Kjo e dyta mundet mu konë. Këto po të besoj. Tha kena tentu hoxh, tha në kufit e katunit. Tha se na afrun katun të shtëpia e burrit, tha jo, tha e hupke vetë dje, nuk bëjke si gjenaze. Tha kena hyn, tha ka arat, tha prap, tha qashtu. Kena hyn këtë anën tjetër, tha katë hishim do me thënë, usmujke. Si dilshim prej fshatit, ajo u qojke. Edhe erdh vjeri vetë. Tha hoxh, tha vish, tha mi lezu. Thash vish o problem. Shku ma ty mi lezu, kur e prunë ato si gjenaze. Ta ke qitën aty, tu i lezu Kur'an. Edhe i plakë, tha hoxh, tha bravo të kohë, tha mas tepër mi tha ti ki duru. Tha pse se tha kush ka arë mi lezu Kur'an, i ka lezu ka 10-15 minuta, tha mas tepër mi ti ki duru. Tani u dorzua i plakë asine, tha pe hekim, tha prej këtu, pe qem shpi, kur e qumë asine, tha dhe baba vetë tha usmu. Tha po këthejmë edhe një, po këthejmë edhe njëherë. U këthejmë asine, tha jo, tha tash i ka arë vedia të dyve, edhe babës edhe vajzës. Edhe miru konë. E kështu që, ka mundësi do me thonë persona që si të afrohet të shtëpia, aty do me thonë e njën vetën keq. E po do me thonë që ai njeri që ankohet mashkull apo femër në shtëpi, atër do me thonë aty duhet mi lexu Kur'an, me pa mos ka diçka aty. Mirë, kemi disa raste tash për shembull, ai thot hoç s'po muj me shku në shtëpi. Ti s'po mujsh me shku në shtëpi se prej problemeve ki. Te lashe ki bo. Tash do me thënë duhet mi dhënë dhogari grus, nonës, babas, buri grus, sene, ku je kon, tek je kon, për atë arsye nuk shkohet shtëpi. Mirë po nëse ka diçka me magji, si të fillon me lexu Kur'an, ai ka me pas dridhje. Një rast tjetër për ta thonë, erdhi një gru me burrin e vet. Edhe pi thon, hajri inshallah, çka ka? Ajo veç nisi mi u kecu gjendja. Tha kur nisi tregoj tani në cilën në vend u kon, edhe çka e ka bo, edhe tha e kom dru, tha fen. E kom dru fen, tha në filan në vendi jo më kon. Kusht ka qu? Filani më ka qu,
me shku me ndru fert më po ortodoks. Mirë po elhamdulillah u shëru. Pe thom ati burit saj, qyre, ku të thot kjo, shko gropo. Ku të thot, ka shku ka gropu, i kish gjet lëkurën e gjarpnit. Tha, kër e kom gjet, tha lëkurën e gjarpnit, tha trupi, tha mu ka liru. Trupi, tha mu ka liru, po ai buri vetë si mos me besu. Jo, be tha, lëkura e gjarpnë, ku me dit. I thash, që aty me siguri u kanë, masi ju ka liru trupi, që aty u kanë mazhia. Tha, tash mirë jam. Fillon prap mi lexu. Filloj prap me ragu. As dole ti? Jo, tha, unë tjetri jam. Tha, tash tha e kam të qeshmja. Tha, është tha, të qeshmja magjia. Shkoj e gjeti magjin një plastike vogël, si trekansh. Kur ja afrum aty, dojke mu tranu. Dojke mu tranu. E morëm atë e prishëm, ja nisi mu liru. U liru edhe prej asaj, tha, ja, tha, tash tha, unë e tha pe një vetën, tha mirë. Dhe me thënë, ky rast ma taze, dhe me thënë që është, se ka rastet shumëta, dhe me thënë, për këtë çështje. A mund kemi siher në këtë në RTI? Jo, inshallah, jo. Bashkë me kolegën Rejzën, se dhja kena këtë zemë me thonë kënë në rukje. Jo, inshallah, jo. Atëherë, hoxhë, faleminderit që ishe pjesë e këtij emision. Faleminderit edhe ju që më keni ftu. Të nderuar miq, takohemi javën tjetër dhe atëherë më mbeq. Na rrezo, kështu. Mos ka në qinë. Mos ka në qinë. Ja, shashive këtu, po thash, po